Jam sinqerisht i përmbushur dhe falenderues. Jam për mandati si të vërtetë se radhe e lë për të lëshuar vend të tjerë në listën tonë fantastike. Ky që ka lajmi fundit. është para 10 minuta. E pash që unë pash që disa postime kishte bërë Dauti, ama natyrisht interesante që nga për opinionin publik. Gjithsesi, po ky është statusi Avërdita. Se dia mund ta lexosh, po, të nderuar bashkëluftar, fjalën e dhënë mbajta dhe gjithmonë do të jem krahjush. E kam pasur obligim moral që këtë betejë t'ia dhuroj shpërblimin Ardian Gjinit. Ndihem sinqerisht i përmbushur dhe falenderues ndaj gjithë atyre që na besuan dhe do t'ju besoj gjithmonë. Krenar me ju që luftuat si Spartan. Jam dhe do t'jem gjithmonë aleancë për mandatin tim si deputet kësaj radhe e lë për t'ju lëshuar vend të tjerëve në listën tonë fantastike. Jam për dhe me popullin, mandati është vlerë dhe respekt i jashtëzakonshëm, por jo qëllimi im i vetëm. Bashk pas dhe me ju aleancë dhe aty diçka poshtë për shkruar. Urime Ardian Gjini, krenuemi me ty, veçanërisht krenuar me ju që më besuat ka shkruar Daut Haradinaj. Okej, tani